Përshëndetje guys, unë jam Era dhe unë jam Jona. Dhe mirë se vini në kanalin ton. Sot video shumë Përshëndetje guys, unë jam Era dhe unë jam Jona. Dhe mirë se vini në kanalin ton. Sot kemi një video shumë ndryshe nga video e kaluar. Do t'ju marrim me vete në fshat. Ne tani po ikim në Tropoj dhe do t'ju tregojmë ju pak a shumë e lexoni edhe nga titulli, por si është jeta në fshat. Lokacioni për momentin është i paditur, thjesht gjëja vetme që dim për këtë vend është se turistët dhe njerëzit që vinë pushojnë këtu ose ndalojnë për të pirë kafe, për të ngrënë e gjëra të tjera. Përshëndetje guys, po përdorim këtë tani për tani sepse është audioja shumë keq sepse po frynë shumë. Tani do bëjmë një fit check. Era, tregoje ti e para. Fit checku im janë këto jeanset blu. Është kjo që kam marrë në Gjermani. Kam atë largohem, prita funksionon. Kam Conversat, nuk e di e shifni. Edhe kam this mini bag, mini shoulder bag. Se janë flare, outfiti im është ky. Këto janë, është kjo bluza e zezë, janë këto jeanset flare, edhe Jordans fake. Edhe my mother. Të nuk mund ta gjeni kur, kjo është e pa Edhe unë. ka çmim bukuria jon. Tani duhet të futemi të marrim ca snacksa për rrugës. Po sakrifikuam për vlogun, sakrifikuam për të bërë një outfit check. Okay guys, jemi këtu te gas stationi edhe të çofit të marrim diçka për të ngrënë. Tani jemi brenda, faleminderit për mikrofonin Jona, tani jemi brenda dyqanit edhe do bëjmë një kët super mega haul, çfarë kemi bler. Okej. Fillojmë me dy patetina. Filloj me dy patetina, janë me xaxhiq, me sour cream. Pastaj kemi Jaribot. Janë fries. Kemi dhe Skittles. Guys, na falni për zërin, po është vllai jon i vogël edhe po qan. Kemi dhe këto si protein bars, që janë me banana edhe chocolate. Edhe kjo ishte mini hosh, është ti këtë pëlqyer edhe do shihen kur të shkojmë në Tropoj. Si fillim erdhëm te Tezja. Erdhëm te Tezja për të vizituar çik, pastaj do ikim Tek ose Xhaxhi ose Daja. Po. Pas kemi edhe një qenë. Zantojmë edhe me lopët që Tezja ime ka këtu brenda. Hello guys, apo kemi mbërritur në Myrian. Edhe tani Era po merr në intervistë disa kuaj. Edhe le të marrim opinionin e tyre mbi pyetjen që do të bëj Era. Përshëndetje, jemi këtu dhe tani do të marrim një intervistë këtë kalin këtu. Rehab was supposed to be a fresh start, but no matter how many starts I get, there's always the same ending. Everything falls apart and I end up alone. Për pak arrim në destinacion. Shtëpia Hallës nuk është shumë larg nga këtu, por kjo rruga është shumë e keqe. Edhe po më pengon sepse kam veshur dhe Conversa që janë platformë dhe nuk dua të rrëzohem. Guys, sorry që po tundet kamera kështu, por është rruga, si është rruga. Okej, ne kemi arritur te shtëpia Hallës edhe tani do ndrohemi nga rrobat e rrugës që kishim sot, do veshim ca rroba më comfy edhe kaq. Nuk kemi filmuar dot shumë sepse na i kanë dritat,
S'kishim as val interneti dhe ishim këtu. Kështu që thjesht ja futëm gjumit. Tani është ora 10. Po bie shumë borë. Ne jemi te makina jonë, sepse deri tani ishim makina e djalit Hallës për të ardhur këtu ku la makinën ne, sepse po bie shumë borë. E tani nisim Duket nga luku jon. Edhe tani po nisemi për Tiranë. Edhe do ju tërmaj me vete nëse bëjmë ndonjë ndalesë rrugës për të. Guys, excuse us për këtë gjendje se era nuk është mirë. Five hours later. Okay guys, sa po blen disa gjëra, disa snacks, edhe tani po ikim prap në makinë. E tani nuk e besojmë se do bëjmë ndonjë ndalesë, por nejse do shihemi në Tiranë. Përshëndetje guys. Ndaluam prap, bëjmë një ndalesë tjetër. Kemi ndaluar ku ndaluam dje Te kjo NBT. Po, ku bëm dje ndalesën e parë. Që bëjmë intron. Po bie shi, nuk e di se si ndryshoi moti nga diell në borë, sepse kur erdhëm këtu dje, okej, po frynte, po nuk është se ishte borë. Edhe tani është borë dhe shi. Guys, excuse us për këtë gjendje, po. Oh, katën! Jam mirë. Po kur të bëjmë drive-er. Tani do bëjmë mbylljen e kësaj videoje. Shumë faleminderit që na ndoqët. Shpresoj që këtë pëlqyer kjo video dhe për më shumë video të tjera si këto mos harroni të bëni like, comment, subscribe dhe të ndizni zilen. Dhe do shihemi së bashku te video radhës.